të lidhën e dim se është ko fushate, zithandej drejt zgjedhjeve lokale, pra balotazhit që na pret, por ky veprim i sotëm, a besoni se ndërlidhet edhe pikrisht të dielën me balotazhin ndër të tjera? Mirëmbrëma për juve në studio, Adriatik, faleminderit për ftesën. Padyshim që lidhet edhe me balotazhin e të dielës, ju e dini që edhe herën e kaluar, pra kryeministri Kurti e mori mandatin qysh ditën e premte, pra që ishin vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, dhe ajo normalisht që ishte një tendencë e tina me tregu angazhimin e tij politik që tashmë edhe qeveria Kurti 3 po vjen, dhe në vartin e shumë dështimeve që tash në muaj ka hyrë pra kjo partia fituese e zgjedhjeve të shkurtit të këtij viti, edhe në seancën ku u vendos për votim pra qeveria e zotit Kurti, pra qeveria Kurti 3, edhe ato nuk i kaloi numrin 5-6 të votave, pa sa kishte në vazhdimsi për kryetarin e kuvendit apo për atë komisionin e famshëm për cilin e bllokoi kuvendin e Kosovës për disa muaj me radhë. Është e pashpjegueshme se si një parti që tashmë nuk po arrin me pas partner me qeverisë vendin, një parti e cila s'po arrin me kriju shumicën parlamentare, sepse në fund të ditës zgjedhjet ne kemi një sistem parlamentar dhe këto zgjedhje duhet të aprovojnë një shumicë parlamentare e cila e formon qeverinë dhe institucionet tjera që dalin nga kjo shumicë e re parlamentare. Dhe tash shumë herë, vjetra herë me votime të ndryshme është dëshmuar që kryeministri Kurti në largim apo lëvizja vendosje nuk ka partner dhe nuk arrin me formu shumicë parlamentare, qoftë edhe tash me ish kryetarin e kuvendit zoti Konjufca. Si pak mandatimin që ja bëri sot presidenti, ajo tha se nuk jam unë këtu për të paragjykuar se kush do të votoj kush jo. Ne kemi dëgjuar se çka kanë thënë krerët të subjekte politike, përfshirë ato ish opozitare, por kemi pasur edhe raste në të kaluarën kur ka pasur vullnet të lirë të deputetëve që kanë zgjedhur të votojnë dhe bëri thirrje që çehet një hapësirë për të votuar duke parapar edhe disa rreziqe që mund t'i bëhen Kosovës, duke thënë madje edhe një fjali që tha gëzohen edhe armiqtë e Kosovës duke parë se po shkojmë nga cikli zgjedhor në cikël zgjedhor pa institucione. Dëgjoj, për tashën në muaj, presidentin realisht gjatë tërë kësaj periudhe kemi parë shumë pak të angazhuar gjatë këtij procesi që të krijohet një shumicë parlamentare, tash sfundi ka arrit angazhimin e sajna dhe kemi parë edhe në pra sa i përket mandatimit të zotit Kurti dhe tani po e shohim deklaratat e saj, mirë po ne si legislatura nën që tashmë s'po arrim me kriju shumicë të re parlamentare, as ne si parti që kemi qenë deri dje në opozitë, as partia fituese që vazhdon me i mbajt pozitat si ushtrues detyre, pra qoftë kryeministri, qoftë të tjerat, mendojmë që çdo zvarritje me tutje është vetëm në dëm të agjendës së Republikës së Kosovës. Për ne, si kryeministri Kurti, që është në largim me nikje, sikur kryetari Konjufca, janë të njëjtit. Nuk dallon asgjë kryetari Konjufca nga kryeministri Kurti. Pra ne të njëjtin e kemi sprovuar disa herë gjatë legjislaturës së kaluar, pra gjatë mandatit të kaluar, me kërkesat tona që kemi pas për të si Parti Demokratike dhe kemi pa që autonomia e veprimit të tij brenda lëvizjes dhe vendosje është zero. Varësia e tij ndaj kryeministrit Kurti është jashtëzakonisht e madhe. Po ja tham 2 raste. Në rastin e parë i kemi kërkuar për 1 vit radhazi. Pra, kryetarit Konjufca që ta nxjerrim një rezolut e cila do të kërkonte angazhimin një instituti ndërkombëtar për monitorimin e gjykatës speciale. Këtë kemi bërë nga shtatori i vitit 2022, pra në prill ka filluar gjykimi, e për 1 vit radhazi kemi pas komunikim dhe unë veçanti si shef i grupit takime të vazhdueshme. Dhe në vazhdimsi e ka marrë pezull tani një gjë të tillë dhe në fund nuk arriti me nxjerr pra lëvizjen vetëvendosje me prokuror një rezolut të tillë, edhe pse kishin i shefin e grupit parlamentar pra në procesin e dhomave specializuara në këtë rast zotin Recep Selimi. Dhe e dyta, kemi pas disa takime me të ku i kemi kërkuar rritjen dhe mos përgjysmimin e fondeve për gjykatën speciale, takime që kemi zhvilluar bashkë me kryetarin Krasniqi dhe me të, dhe ato e kemi pa ndikimin e tij zero promos të minimal në sa i përket në angazhimin e tij me qeverinë Kurti dhe me kryeministrin Kurti. Pra vota ndaj tij është thjesht vot ndaj Albin Kurtit, nuk dallon asgjë. Nuk keni vot për zotin Konjufca? Absolutisht jo. Ne kemi bërë të qartë edhe me një komunikat nga Partia Demokratike e Kosovës. Nuk duhet zvarritet asë një ditë e vetme. Me qenë se tash e ka marrë mandatin, është mirë që qysh nesër të ftohet seanca dhe nuk ka nevojë me prit 15 ditë.
deri me datën 20, siç thojnë afatet, siç janë afatet kushtetuese, sepse mirë është që t'i kapim me afatet sa më herët që vendi të shkojë në zgjedhje qoftë me datën 7 apo me 14 dhjetor. Se nëse ne arrim, nëse kjo qeveri pra nuk i merr shumicën qoftë nesër, qoftë pas nesër, atëherë janë shprehje datat, pra siç është data 7 apo data 14. Nëse këta vendosin me konsumu kohën 15 ditë, me që deri në datën 20 të këtij muaji, pra, atëherë i bie që datat jenë data 21 apo data 28. Dhe duke pas urgjencën qoftë buxhetit, se nga marsi nuk do të ketë paga për rreth 90.000 shërbëtor civil, polic, mjek e gjithë ato kategori që paguan nga buxheti i Kosovës. Nuk do të ketë pensione. Pra, vetëm janari dhe shkurti janë 2 muaj ku mund shfrytëzohet buxheti i Republikës së Kosovës. Prandaj ne duhet qysh sa më shpejt në kuadër këtyre afateve kushtetuese t'ju drejtohemi kutive të votimit dhe ta kemi një shumicë të re parlamentare sa më parë të krijuar, pra më së largu deri ka mesi i muajit i fundit, deri ka mesi i muajit shkurt, në mënyrë që miratohet buxheti në afatet sa më të shpejta që qytetarët edhe në fund të marsit t'i marrin pagat dhe pensionet nga buxheti i Kosovës dhe të vazhdojnë investimin në projekte tjera të cilat i janë nisur tash